Pas zarfit të zi, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Nuk ishte vetëm për shkak të ndëshkimit, por sepse diçka ishte thyer përfundimisht. Të gjithë flisnin më pak, shikonin më shumë dhe mendonin 2 herë para se të hapnin gojen. Çdo hap dukej sikur jehonte më fort se zakonisht. Çdo fjalë kishte peshë, Limi ishte ulur në një cep të oborrit, i menduar, me shikimin diku larg. Nuk ishte më ai Limi i qetë që mundohej t'i kalonte gjërat me humor. Tani duke i ngarkuar, sikur mbi supe i kishin rënë të gjitha pasojat e zgjedhjeve të tij, Bia ju afrua ngadalë, nuk e bëri me nerva. Nuk e bëri me zë të lartë. U ul pranë tij, me një qetësi që dukej e sforcuar. Por e vendosur. Ajo e dinte se kjo bisedë duhej bërë. Jo për kamerat. Jo për publikun. Por për ta mbyllur diçka që kishte nisur gabim, Limi, tha ajo, me zë të ulët, nuk ka nevojë me e bë kaq të madhe. Ai e ktheu kokën nga ajo. Syt I kishte të lodhur, plot dyshim dhe peshë. Nuk foli menjëherë, ne kemi fjetë disa herë bashkë, vazhdoi Bia, pa dramatizuar, nuk është diçka që s'ka ndodhur më parë. Fjalët e saj ranë qetë, por goditën fort. Jo për shkak të përmbajtjes, por për shkak të mënyrës si u thanë, sikur gjithçka ishte normale, sikur ajo që kishte ndodhur ishte thjesht një fakt, jo një problem. Limi u mbështet mbrapa dhe psherti u thellë. Po e shikon çfarë po ndodh, tha ai, gjithçka ka dalë jashtë kontrollit. Bia e pa drejt në sy, sepse po flitet shumë, I tha, sepse po I tregon gjithkujt. Nuk ka nevojë. Ai ngriti vetullat lehtë, si mos me fol. U përgjigj ai, gjithë shtëpia e di tash. Po jo prej teje duhet me dal, ja ktheu ajo menjëherë, ajo që ndodhi, ndodhi. Ka mbaru. Nuk ka pse me u rrotullu nëpër shtëpi si temë. Në zërin e saj nuk kishte ndjenjë. Kishte kontroll. Dhe pikërisht kjo e bëri bisedën edhe më të ftohtë. Limi heshti për disa sekonda. Brenda tij, gjithçka ishte rrëmuj. Ai e kuptonte se Bia po fliste nga një vend mbrojtjeje, nga dëshira për ta minimizuar situatën. Por ai nuk mundej më ta bënte këtë. Jo pas asaj nate. Jo pas asaj dhune. Jo pas asaj që Alba kishte kaluar, nuk është kaq e thjeshtë, tha ai më në fund, për ty ndoshta po. Për mua jo. Bia u shtang për një moment, çka do me thanë kjo? E pyeti, do me thanë që për ty ka qenë diçka që ndodhi, u përgjigj ai, për ditë tjetër ka qenë shumë më tepër. Ajo uli shikimin për pak qaste, pastaj e ngriti sërish, unë nuk jam fajtore për reagimin e saj, tha Bia, as për mënyrën si e përjeton ajo. Jo, ja ktheu Limi, por unë jam përgjegjës për paqartësinë time. Dhe kjo po më ndjek. Biseda u bë më e rëndë. Jo nga zërat, por nga kuptimi. Nuk duhet me I tregu gjithkujt, përsëriti Bia, ka gjëra që mbesin mes dy njerëzve. Po kur ato gjëra prekin edhe të tjerë. Pyeti ai, kur bëhen shkak për dhimbje, për dhunë, për zarfa të zinj? Ajo nuk kishte përgjigje të menjëhershme. Në atë moment, të dy e kuptuan se po flisnin nga dy vende krejtësisht të ndryshme. Për Bian ishte çështje kontrolli dhe imazhi. Për Limin ishte çështje përgjegjësie dhe ndërgjegjeje. Ajo që ndodhi, ndodhi, tha Bia edhe një herë, më but tani, nuk mund ta ndryshojmë. Jo, u përgjigj ai, por mund ta pranojmë. Kjo fjali I dha fund bisedës, ata u ngritën pa shumë fjalë. Nuk kishte armiqësi të hapur, por kishte një distancë të re. Një vijë që ishte tërhequr qartë mes tyre, dhe në atë shtëpi, ku gjithçka shihet dhe asgjë nuk harrohet, kjo bisedë e qetë kishte po aq peshë sa një debat me zë të lartë, sepse ndonjëherë gjërat më të rënda thuhen pa bërtitur.